Përshëndetje, vazhdojmë me detyrën e radhës. Barazoni reakcionin kimik në vazhdim. Pra, kemi djegjen e butanit, me që rast përfitohet dioksidi i karbonit dhe uji. Në fillim, shohim se reakcioni nuk është i barazuar, domethënë në anën e majt kemi 4 atomet karbonit, në anën e tjetër kemi vetëm 1 atom karbonit. Prandaj këtu do të shohim dhe ta shkruajmë kështu edhe një herë reakcionin dhe të shkruajmë 4 te karboni në anën e djathtë për të barazuar me karbonin në anën e majt. Shohim tash, kemi hidrogjene 10 në anën e majt, në anën e djathtë i patëm 5, pra do të vendosim këtu 2 herë 5 10 tash, me këtë shtimin e 5-shit, apo 5 herë 2 10. Tash shohim oksigjen sa kemi. Në anën e majt kemi vetëm 2 oksigjen, në anën e djathtë kemi 2 herë 4 8 plus 5 herë 1 5 plus 8 dhe më thonë bëjnë 13. 2 herë, sa bëjnë 13? 2 herë 13 të dytat, apo. Tash këtë 2 shqit ishtë të dhe mbesin 13. Kështu është i barazum reakcioni, por ne zakonisht kështu nuk i lëm me thyesa, edhe pse nuk është asgjë problem, po gjithmonë tendojmë të shkruajmë numrat si koeficienta, pra të numrave të plot. Atëherë duhet që anë për anë të shumëzojmë me 2, pra 2 herë 1 2, plus 13 të dytat herë 2 është 13, plus 4 herë 2 8, plus 5 herë 2 10. Pra kështu tani reakcioni është i barazuar. Pra, kjo është një metodë, një mënyrë e barazimit të reakcioneve kimike, po më së miri është që reakcionet kimike të barazohen me metodën e oksidoreduktimit që të shohim në vazhdim. Kjo ishte e tëra. Shihemi në detyrën tonë të radhës, deri atëherë mirëmbëjtje.